A ekziston kjo si teori, doktor Valbon, që kur i bën me rregull syzet, kur i bën kontrollat me rregull, mundet njeri me përmirësu dioptrinë, apo është mit në popull? Jo, është mit në popull, se mendojnë shumë njerëz që me mbajtjen e syzave përmirësohet gjendja. Syzat nuk mund ta përmirësojnë apo ta keqsojnë gjendjen. Syzat janë një mjet ndihmës me të cilën njeri ndihmohet që të shef më mirë. Por edhe parandalojnë rritjen e asaj, apo? Jo, edhe kjo është një mit. Edhe kjo është një mit? Edhe kjo është një mit. Dioptria të fëmijët, nëse ka dioptri të minusit, ajo me rritjen e trupit shkon, mundet me shku duke u rrit, po jo duke u zvoglu, ndërsa është e kundërta te dioptria e plusit. Te plusit duke u rrit fëmija, plusi do të zbret. Zbret. Pa marrë parasysh a i mbajti apo nuk i mbajti syzat. Mirë po te fëmijët është shumë e rëndësishme të mbahen syzat, për shkak se pamja është ende duke u zhvillu. Prandaj po nuk i mbajti syzat, atëherë syri do të mbetet që i themi ne dembel. Prandaj është shumë e rëndësishme të mbahen syzat. Ndonjëherë ne mjekët ndoshta mund ta keq përdorim atë që të thëmë që rregullohet ose dobësohet ose ndoshta për me lehtësu pak edhe pacientët se disa e përjetojnë pak më ranë kur shohin dioptri. Presim mirë, po unë për vete gjithmonë i tregoj drejt që kjo nuk ndihmon në parandalim, mirë po shumë e rëndësishme zhvillu pamjen që është kryesorja. Jetësore, etike është kryesorja.